Përshëndetje, sot kam përgatitur kadahifin e vitit të ri, e festave. Kadahifin është hera e parë që e përgatit nga fillimi vetë, sepse zakonisht e marr kadahifin të pjekur, edhe thjesht e ndërtoj me arra dhe me gjalp, por këtë e mora kështu. Mora 500 gram kadahif dhe hapa gjysmën e kadahifit në poshtë, e hapa mirë, është shumë e rëndësishme që kadahifit të hapet, fijet e kadahifit mos jenë të ngjitura me njëra tjetrën, sepse del qulle, kështu që do pak kohë që të hapet ajo fije. Mbasi e hapa fije, spërkata me një shtresë gjalp. Të me thënë shtresa e spërkata me gjalp, nuk ja hodha gjalpin në fund, sepse mendoj që i shkon më mirë në qofse e hedh shtresa. Pra si që shifni, unë akoma jam duke u marrë me kadahifin, duke i përhapur ato fijet e ngjitura, dhe pastaj e spërkas me gjalp, është shumë e rëndësishme cilësia e gjalpit. Gjalpi, unë këtë radhë kam marrë gjalp fshati, siç quhet, dhe mendoj se ajo ka bërë ndryshimin e kadahifit, të më thënë ka marrë një shije të jashtëzakonishme. Gjalpi dhe pjekja e bën kadahifin shumë të mirë, mënyra e të pjekurit. Pra unë e spërkata me gjalp, shtrova një shtresë tjetër, e spërkata prapë me gjalp, pastaj shtova arrat i përgatita një dorë, i hodha 2-3 lugë sheqer dhe 200-250 gram arra, nuk mora shumë arra, mjaftonin ato. Mora këtë tepsin aluminit, sepse tepsijat e tjera i kam të gjitha të bëra me byrek, me baklava, me gjitha gjërat e tjera, kështu që tavë me mish, kështu që gjitha i kisha të zëna, kështu që vajta mora një nga këto për të bërë. Dhe më vërtet që ishte shumë e dobishme kjo lloj mënyrë. Pra si që shihni, po i hedh arrat me sheqerin, pra e shtroj atë shtresën të gjitha të arrave aty, dhe pastaj hedh pjesën tjetër të kadahifit sipër.